Janë emra ish deputetësh, janë emra kontribuesish të partisë nga koordinator në sekretar të çështjeve për Tiranën, sekretar Tiranës, Degës Tiranës, Degës Qendrore Tiranës, kryetar Qarqesh, kryetar komunash, kështu që kam një listë, nuk të doja t'i veçoja me emër, por... Që qëndrojnë krajush në çdo ditë tuaja. Absolutisht, në çdo ditë time qëndrojnë ndaj krameje dhe unë jam gjatë gjithë kohës në kontakt me shumë prej tyre, si në Kavaj, ashtu edhe në të gjithë qytetin e Tiranës, në gjithë qarkun, faktikisht duat të them. Kuptojnë, përmendët dhe Kasharin pak më parë, edhe aty shkoni dhe takoni njerëz? Absolutisht, po, në Vorë, në Prezë, në Marikaj, në Kashar, Në zona influencës zonjës Felaj, deputet e Partisë Socialiste është pikërisht Kashari, prandaj... Nuk jam e sigurt se sa do të mundet të përparoj me Murizin aty dhe me mua në betejë, por gjithsesi uroj fat. Çfarë i premtoni ju banorëve të Kasharit, për shembull? Dgjoni, çdo zonë e Tiranës ka veçoritë e saj. Kashari dhe Vora janë dy zona tranzit të Tiranës që lidhin Tiranën me Durrësin, që lidhin Tiranën me Rinasin, me nyjet kardinale të Shqipërisë. Dhe si tranzite natyrisht do duhet shumë që zhvillimi i tyre të ishte një zhvillim urban i qëndrueshëm. Nuk është? Unë nuk mendoj që është. Tash i keni parasysh që sot për sot flasim për një zonë e cila fillon ku përfundon, ku nis ura e Kaza Italiës, që t'jemi, dhe deri në një zonë që arrin afër Vorës, me një shtrirje të tillë. Në këtë zonë kalon autostrada Tiranë-Durrës, e cila që nga ndërtimi i saj në kohën tonë, kohën e Partisë Demokratike, siç janë bërë 99% e rrugëve në Shqipëri, nuk ka pasur një rehabilitim të hershëm. Të vetmin rehabilitim që e ka pasur ajo rrugë, po flasë për rrugë kryesore, rrugë që lidh Tiranën me portin kryesor të Shqipërisë, ka pasur vetëm në kohën kur u mbollën palmat e famshme. Dhe ato palma që ne e dim se çfarë debati kanë krijuar në Shqipëri, që ishte një harxhim, këtë duhet ju them, që ka pasur një harxhim, dhe ajo zonë është rihapur përpara 8 muajsh për rindërtim, pikrisht për t'i paraprirë zgjedhjeve të lidhni me zgjedhjet? Është e padiskutueshme. Dgjoni, ajo do të zgjerohet, ajo duhet ishte zgjeruar 8 vite më parë kur aty u mbollën palmat. Që atëherë ne kemi reaguar. Kemi reaguar në Këshill Bashkiak, kemi reaguar politikisht si Parti Demokratike, sepse ishte një harxhim i kotit taksapaguesve, i parave të taksapaguesve të qytetarëve të Tiranës. Ndërsa në rrugët ndërlidhëse të Kasharit, duke qenë se është dhe qendër industriale gjithë zona, rrugët ndërlidhëse pastaj janë në mëshirë të fatit. Dhe ajo zonë industriale, ose do të kthehet në një zonë të vërtet industriale, dhe mundet që t'jetë dhe zonë e lirë industriale, si që kemi premtuar ne në programin tonë në disa zonat lira industriale, ose për ndryshe do duhet një urbanizim i zonës pikrisht që t'i vihet në ndihmë bizneseve. Por në të njëjtën kohë edhe banorëve të zonës, sepse është një zonë e shtrirë në një territor të madh, edhe për sa i përket numrit të banorëve. Kur kalojmë më pas në zonën e Vorës, kalojmë në tranzitin e vërtet që bën lidhjen me veriun dhe jugun e Shqipërisë. Dhe aty është bërë dhe lindja dhe perëndimi. Një rregullim duket i mirë. Në qoftë se ai quhet rregullim, ajo është e frikshme në mënyra se si kalohet nga njëra anë e Tiranës në anën tjetër, e para. E dyta, nuk ka rrugë lidhëse normale, në qoftë se nuk e di a keni shkuar ndonjëherë në rrugën dytësore të Vorës, po të futeni në Vorë dhe doni të dilni përsëri në Tiranë, duhet i bini në disa rrugë ndërlidhëse, rrugë dytësore, që janë një tmerr i vërtet. Sepse çfarë kanë bërë këta? Këta kanë hedhur asfalt elektoral një herë në 4 vite, dhe pastaj nuk kanë ndërtuar asnjë rrugë dytësore që të jetë rrugë që është fare normale. Kur ndërton një rrugë kombëtare, duhet që rrugët dytësore të jenë po aq të mira sa rruga kombëtare në të njëjtën kohë, sepse janë tranzite kalimi që janë hyrje-dalje në zona të ndryshme. Dhe ju po të shkoni në zonën e Vorës, është e frikshme për të dalë si në Durrës, ashtu edhe për të dalë në Tiranë. Kalon në Banesa, kalon në disa rrugë të ngushta, rrugica lagjesh, të cilat është një rrugë e pa rehabilituar ndoshta në 15 vitet e fundit, me sa mbaj mend unë. Bizneset që janë rreth e qark,
në zonën e Vorës, në atë rrethotullim që ju i quani, janë bizneset të cilat nuk i kanë kushtet për të qenë dhe për të operuar në një zonë që është zonë kardinale tranziti që lidh lindjen, perëndimin, jugun dhe veriun e Tiranës, dhe për të punuar si që duhet. E treta, keni një zonë që është afër Vorës, që është Preza. Preza është një nga zonat më të vjetra të Tiranës. Ka një kala të vjetër të Tiranës, jo vetëm që nuk është rregulluar dhe Preza sot nuk ka një qendër shëndetësore, por Preza sot, fatkeqësia e saj, ka një monument kulture që është kalaja e famshme e Prezës, që normalisht duhet të nderohej dhe gjithë rrugët rreth e qark Prezës duhet lidheshin dhe duhet, siç është bërë në Petrel për shembull, por ka mbetur në varësi të Vorës. Dhe normalisht Preza ka qenë qytet e hershme, historikisht. Kështu të gjitha këto